shkon gjatë gjithë ditës sa kemi mujt me i grumbullu ata njerëzit vrom, ja këshin ligë edhe karocat me veti që kam pas. Faktikisht kem mbrejt edhe gjurmë të njerëzit që kanë qenë edhe të masakrum, të prejmë në profetën e për tropet dure, ku ta diun. Ditën e parë kem arrit në këtë vend këtu me i varroz dikun ja mbi 50 prej tyne. Edhe ishëm të pak të numër, kështu që na ka ndihmu edhe një pjesë do popullatit civile me varroz. I kemi marrë, i kemi zhvendos pjesën tjetër që nuk e mujt me varroz, i kemi shute të shtëpia atje afër, deri në mëngjes, nëse më kemi vazhdu me varroz atë tjerë. Ditë pas ditëve tjera, forcat serbe veç u përshëndrunu, vendosën në lagjën e Rashidëve, unë Svarçak nalt, edhe i prunë forcat mëdhaja të ushtrisë, kanë qenë kryesisht me dikun me çdo pozicion tyne, kanë qenë me mbi 30 tankat tyne dhe faktikisht qëllimi kryesor ka qenë me erujt magjistralin e Mitrovic-Prishtinë. Kështu kanë qenë edhe në Dumnicë të pozicionum, e kanë erujt këtë pjesë edhe jënë mënu më masku ma shumë për forcave të NATO-s, më mshef në për këto teritore, mirë po një farë mënyre ka paskuhe edhe jënë shu forcat e tyne bashkë edhe me konsiderojmë që edhe me paramilitarët. Shkije kanë qenë të ndihmum prej milicia dhe prej ushtrije, kështu që një natë, një ditë tjetër, popullata kishte nevoj, mbeten mbi 20.000 civil maljeve, kishte nevoj për ushqim, kishte nevoj për medikamente, kishte nevoj për gjëra jetike, për jetese dhe ka qenë një korridor i lirë, ky ljumi i studimes, edhe për atë ljumë kalon të popullata hynte në qytet, u furnizante edhe një ditë veç i kem gjetë aty 8 femna të reja kanë qenë, dikon mosha tyne, me sa më kujtohet ka qenë nga 13 deri në 33 vjeç. Kanë qenë gjitha të dhunume, kanë qenë të masakrume, edhe i ku marrë me ushtar, ato i kemi vesh, i kemi këtu në gjendje, kemi bo përpjekje të pakten familjet e tyne mos me i kuptu që kanë qenë dhunume, bilje kanë pas edhe krysha në për trop, me thika që i kanë bo aty në femnave. Një ditë tjetër, jem vra dhe 7 njerëzi njëjtin vend, një prej tyne ka qenë i mytër në bonar. Bataljoni 4 dikun ka nëmru rreth 400 pjesëtare dhe normalisht kemi pas nevoj në vazhdimsi për mbështetje edhe në logjistikë, edhe në sanitari, edhe në tana pikpamjet. Njëri prej atyne ka qenë edhe Siljatin Gëzhaliu, i cili përveç bataljonin tonë që ka furnizu me gjitha, ka furnizu edhe brigadën 142, forcat policore serbe i kanë rënë në gjurmë që pendihmon UÇK-n dhe pendihmon popullatën civile që është në përmalje. Paraprakisht një ditë mëngjes heret jenë mësy rreth të shtëpia e tij, edhe i kanë zonë mëngjes heret. Aty ka qenë një tampon zonë që nuk ka qenë ase mbulume pej ne, po ka qenë mes neve dhe forcave të ushtrisë jugoslave. Kështu që pasi kanë hyrë mrena në shtëpi në prezencën e Siljatinit, i avrojnë nonën, i avrojnë gruan, i avrojnë krejt fëmijën pej moshës 4 vjeç, 6, 8, e kështu me radhë, i avrojnë gruan e vllavt, djalin e vllavt, i avrojnë krejt familjen,
edhe Seljatinin bashkë me një djalë edhe me migjën e tij marrën, i vrojnë një 300 metra prej tyne. I bien në drejtimet në pozicionet ka pozicionet e tona i orientojnë, edhe i thojnë hajde të shojmë të uçëkyja jote atje dhe paraprakisht e vrasin ofër një hamari ku aty dhe i janë vra dhe ato femna tjera janë dhënu, janë vra aty dhe një pjesë e madhe të popullatës në vend. Më kujtohen mirë gjitha ta njerëzit vram në dorën e majt të gishti të ky gisht e kam pas kanë i shej. Dikun kanë qenë rreth 30 njerëzit vram që kanë pas gjithë kanë i shej në gisht në dorën e majt të gishti para gishtit vogël. Me të ndëgju lajmin kështu, na paraprakisht jemi organizu se shpejt dhe kemi dalë në vend ngjarjes. Jum shku atë, ka qenë diçka shumë të tmerrshme, diçka që nuk u mujta zvet me marrë me men. Mu vra një plak, për shembull, në gjumë. Mu vra fëmijët 4 vjeç, 6 vjeç, kishin bërë përpjekje, mu më shef, vra pa kauçave fëmijët, edhe i kanë vra me armë gjata kështu me kallash që kanë lirujnë edhe gasnat, ju kishin bërë shumë vrimat mbaja fëmijëve familje Seljatinit. Nata 3 i kem marrë edhe i kem shut e poshtë, i kem bashku me familjen, kështu që atë ditë ka ndodhur dhe varrimi i tyre. Seljatini që nga fillimi i formimit batalionit 4 në vazhdimsi ka ardhur në shtab edhe ka bisedu me komandën e batalionit 4 që ka afru gatishmëria dhe të na bashkangjitet kështu, po paraprakisht ne kemi vlerësu që është më nevojshme, më e domosdoshme me mbështet, me furnizim, kështu që e kemi angazhu në sektor logjistikës edhe në bashkëpunim edhe me Hamit Mujen edhe disa veprimtar tjerë nuk janë nda për asnjë moment, edhe në momentet më të vështira kur kanë qenë ofenzivat paraprakisht, ai ka qenë i pranishëm. Ka desht me punu kështu një mënyrë, moj me thonë, vullnetare dhe ka qenë i pazëshëm kështu, ka qenë punëtor, nuk është nalë natën, ditën, nuk ka mujtas një diçka me dalë për para në herë. Në teritorit ka kom vepru unë me batalionin e 4-t, Recep Musa, i kemi pas dikun rreth 28 fshatra në region përgjithësisë, nga ato 28 fshatra kanë qenë dikun rreth 16 fshatra të banume me pakicë, kryesisht serbe. Asnjëherë edhe në asnjë vend nuk ka pas ndaj urdhres ose ndaj vendim që uçëkyja, ushtarët tonë kanë guxu më merë me popullatën civile serbe. Bile ka ndodhur dhe kem pas në për vende që mund ta dëshmojmë, kanë qenë një thellësi jashtëzakonisht. Vetëm një familje vetëm ka qenë mes Dëmnice dhe Samadrezhe, kështu që edhe atje nuk ka ndodhur me familje asnjë sen e keqe. Na paraprakisht ata që kanë bërë forcat atë mlefin që forcat serbe kur pse ishin humbje nga forcat tona se bataljoni 4 ka qenë një prej bataljoneve thujem më të organizuar në Kosovë. I kanë kryu dikon mbi 33 aksione mbi forcat policore dhe ushtarake serbe, ju kanë kryu humbjet konsiderueshme si vazhdimsi, kështu që kur nuk kanë mujt atë mlefin e vetë me shfryte, na paraprakisht ata janë merë me popullatën civile. Se veprimtari Selatin Gërgjaliu ishte një patriot i heshtur dhe veprimtar i madh kombëtar, rrëfen edhe njëri ndër ushtarët e dalluar të brigatës 141 të zonës operative të Shalës, Fadil Hyseni. Lajmin për vrasjen e Selatinit dhe familjes
e morëm me një pikëllim shumë të thellë. Njëkohësisht humbja e një luftari, siç ishte Selatin Kërxhaliu, ka qenë një goditje shumë e madhe ndaj nesh. Njëkohësisht marrja e lajmit që të ekzekutimit gjithë familjes tina ishte një lajm tronditës për ne dhe për gjithë zonën operative të Shalës. Selatin Kërxhaliu si luftari që kësë ka qenë një njeri bujar, një njeri që ka punu shumë në shumë kanale, si që është kanali për logjistik, furnizim të armatimit. Çdo segment çka ju ka desht për luftë ka qenë çdo herë i kapshëm dhe shumë ambicioz për të ndihmuar luftës së UÇK-s. Se shtëpia ku jetoi dhe veproi dëshmori i kombit Selatin Kërxhaliu meriton të ketë trajtimin e një shtëpie muze të fshatit studime, padyshim që është e padiskutueshme. Për idenë dhe mënyrën e materializmit të saj, flet kryetari i komunës Bajram Mulaku. Jo rastësisht, me datën 31 maj në mëngjesin e hershëm, forcat serbe hynë në shtëpinë e Selatin Kërxhalis, me që rast masakrojnë gjithë fëmijët e Selatinit, familjen e tërë së bashku me Selatinit. Se kjo masakër ka pas edhe masakra tjera, në familje tjera, edhe në komunën tonë, edhe në Kosovë. Po në basë se kjo ishte një prej masakra më të rënda. Dhe sot, kjo shtëpi, mendoj që duhet evidentohet si shtëpi muze. Kuvendi i komunës së Voshtrës duhet të nxjerrë një vendim me të cilën do të shpallë këtë shtëpi muze me interes historik për komunën dhe për Kosovën. Arsyeja për të shpallë prej kuvendit komunës kjo shtëpi muze, mendoj se qëndron në dy shkaqe. Nise është një prej masakra më të rënda që u zhvilluan nga poshtuese në trojet tona, tonë komunë, bashkë edhe në gjithë Kosovën. Edhe e dyta në faktin se për antarët e asaj familje që kanë mbetë, është vështirë të jetohet tani më në atë shtëpi. Ndërsa për gjeneratët e ardhshme do të ishte një argument i rëndësishëm i luftës që u zhvilluan dhe i masakrave që ka bërë poshtuesin ndaj popullit tonë në kohën e luftës, në luftën ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe në fund të shekullit kalor. Serbia liridashësit kishte synim t'i vriste për të ndalur idealin e tyre, gjersa objektivi tjetër i saj ishte vrasja e familjarëve të tyre në mënyrë që familjet atëdhetare të shuhen të tëra. Raste të tilla në Kosovë pati shumë. Sikur në prekaz, edhe në studime, kjo politikë serbe për të çfarosur familjet patriotike dështoi, sepse familja e komandantit legjendar Adem Jashari, ashtu dhe familja e Selatin Kërxhaliut e shumë të tjera në Kosovën shtet po përtrihen. Këto pushon familja ime, komplet familja ime. Edhe falë gjakut tyne, është formu një shtet i ri, por na si shqiptar nuk po bojmë për ta. Me një lehtësim i madh kishte me qenë për neve familjarët gjithë Kosovës, që kanë dhonë për këtë dheje, për këtë liri tonë, me dalë para drejtësisë kriminelt. Ndoshta këtu e kënena do punojmë pak ma shumë, edhe qeveritarë tonë, edhe në shoqënia jonë, edhe familjarë tonë, edhe gjithë. Me gjithë se Serbia tentoi ta shfaros familjen e Selatin Kërxhaliut. Unë vllai tina në Xhmedin jam gjallë, kam një djalë, kam një lez, kam vajzën e kam në Lisa. Kështu që jeta do vazhdoj, do shtohemi prap, do formohet familja e Selatin Kërxhaliut prap.